Përshëndetje hoxh, kam bërë 2 aborte, një para një viti, një tjetër tani. S'po mundem me pas një fëmijë, edhe pse thot në moshë 3-24 vjeçare është. E lusë Allahun e lartësuar me emrat dhe cilësitë e tija të bukura, i cili është i vetmi shërues, i vetmi i cili dëgjon dhe i pranon lutjet e besimtarëve, që ta mundsoj ty dhe çdo motre të ketë fëmijë. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Motër, ti marri 2 llojet e sebepeve, sebepet mjekësore, halal, pastaj sebepet fetare, halal, duke bo dua, duke dhënë sadak, duke u lutë te Allahu, duke bani në hijame, duke bani rukje, të gjitha këto që feja i parashef përmes mësimeve të Kuranit dhe të Sunetit. Pastaj lehe që është në dorë të Allahut. Wallahi, si të ka shku Allahu fuqiplot me pas të fëmijë, nuk ka kush që e nalë. Dije se çka do që të ndodhë, masi ti marrë sebepet, është ma herë për ty. Është ma herë për ty. Mos rri ma stresin, të kisha pas, ta kisha pas, ta kisha pas ata. Ti vetëm kry obligimet e tua prej teje që ka kërkohen. Ato që ka lypën për Allahut leja ati. Ajo është më i mençur, më i urtë, më largpamës, më i ditur për ty, edhe më i mëshirshëm se ti për veten tënde, edhe e di çka është e dobishme, edhe kur është e dobishme me ta çu atë mirësi. Leja çështën tënde Allahut në dorë. Allahut bekoft.